Një sasi e dyshuar lënd plasë është konstatuar mëngjesin e kësaj të hëne në ambientet e parkingut të një subjekti minerar në Spaq të Mirditës. Ka qenë administratorja e kompanisë nxjerrjes së Bizaltit, shtetësja me iniciale IB, e cila ka njoftuar policinë pasi në një kamion të parkuar është gjetur një qese që dyshohet se përmbante lënd plase të pashpërthyer. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët përmes forcave gjenjere bën të mundur largimin e lëndës plase, ndërsa në drejtimin e prokurorisë po kryhen veprime për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin e autorëve dhe dokumentimin ligjor të rastit. Ndërkohë detaje të reja janë zbardhur edhe në lidhje me lëndën plase të vendosur një ditë më parë në automjetin e agentit të krimeve në Lezhë, Gentian Gjeta. Nga kthyrja e kamerave të sigurisë në zonë rezulton se autorët kanë qenë 2 persona të maskuar, të cilët kanë lëvizur me një motor. Sipas burimeve, ata nuk kanë mundur të identifikohen për shkak të kamuflimit, ndërsa pika kryesore e hetimit lidhet me detyrën e punonjësit të policisë.